merr miliona shikime në Kosovë e Shqipëri. Megjithatë, transmetimi i Big Brother po vlerësohet të jetë i dëmshëm për publikun. Zakonisht kur teleshikuesit përballen me skena të tilla të dhunësin e Big Brother, atëherë kjo ka ndikim negativ psikologjik tek personat që të shikojnë, duke e shikuar apo duke normalizuar dhunën si diçka të pranueshme dhe adekuate për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Gjithë ato vlerat e breshta të shoqërisë, Big Brother i manifeston në forma kulturore, improvizuese dhe në forma regresive, kisha me thonë, sepse ato thjesht nuk kontribuojnë në zhvillimin e disciplinave, as të inteligjencave. Njohës të fushës së mediave tregojnë arsyet pse ky format dështoi në disa shtete, por në Kosovë e Shqipëri gjejnë akoma treg. Nuk e shmojmë aq sa duhet kohën, ekspozojmë privatësinë tonë në interes të famës dhe të përfitimeve materiale dhe financiare, në njëjtën kohë edhe shoqëria interesohet edhe për privatësinë e të tjerëve. Big Brother quhet një shfaqje realiteti lojrash në të cilën një grup konkurrentësh jetojnë në një shtëpi për disa muaj rresht në mbikëqyrje të vazhdueshme. Fituesi merr një çmim në fund. Shënjestër.net